Çdo episkopat ortodokse që përcakton drejt fjalën e së vërtetës sate, Bartholomeun e tërshenjtë Patrik Ekumenik, Theodorin e Aleksandris, Joanin e Antiokis, Theofilin e Jerusalemi, Kirilin e Moskës, Porfirin e Beogradit, Danielin e Bukureshtit, Danielin e Sofjes, Ilian e Gjeorgjis, Gjeorgjin e Qipros, Jeronimin e Athinës, Savën e Varshavës, Rastislavin e Preshovës, Patrik dhe kryepiskop ortodoks e shprestar, bashkë me shëtarët tanë, priftërit dhe diakonët, tërë vllazërin tonë më Krishtin, popullin shprestar të Shqipërisë, presidentin e Republikës, ata që ndihmojnë të varfrit dhe ata që këndojnë dhe psalin, ata që banojnë e ndodhen në këtë qytet dhe gjithë sa marrin pjesë në këtë meshë hyjnore, i kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e Tij gjithnjë, tani e për në jetë të jetëve. Amin. Episkopin Anastas, Mitropolitin Ignat, Mitropolitin Dimitër dhe Episkop Kozmai, dhe gjithë kryepiskopët, peshkopët dhe priftërit e kishës zonë që ka ndruar jetë, ndërtuesit e lumur dhe gjithmonë kujtuar se e kishe të shenjë, ata që kanë rënë flikë për fe dhe për atë dhe gjithë etrit dhe vëllezërit tanë që kanë fjetur me shpresëngjallje për jetën e pasosur, i kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e Tij gjithnjë, tani e për herën e jetë të jetëve. Amin.